Në heshtjen e gurve, varrezat ilire dhe zëri një civilizimi të humbur. Nën kodrat e gjelbra të Ballkanit, në heshtjen e thellë të maleve dhe fushave që nuk flasin më, qëndron një e vërtet e lashtë, e ngulitur në dhe, varrezat ilire. Kush ishin këta njerëz që jetuan mira vite më parë në trojet ku sot flitet shqip? Çfarë na thon varret e tyre për jetën, luftën, besimin dhe dashurinë? A është në to përgjigjja për një nga pyetjet më të mëdha? A jemi ne pasardhësit e tyre? Ilirët ishin një popull i madh i përhapur që jetonte në perëndim të Ballkanit, që nga bregdeti Adriatiku deri në zemër të Dardanisë dhe në jug deri në Epirin e lashtë. Fiset e tyre, Dardanët, Taulantët, Labeatët, Desaretët, Ardijejt, kishin kultura të pasura dhe mënyra të veçanta varrimi që sot na japin dritë për jetën që kanë jetuar. Varrezat ilire nuk ishin thjesht gropa në tokë, ishin qendra rituale, shenjtërore dhe në të njëjtën kohë simbol identiteti. Më të njohurat janë tumat, kodra prej dheu të ngritura mbi varrin e një të riu luftëtar, një prisi fisnor, një gruaje që kishte lindur jetë. Në varre janë gjetur armë hekuri dhe bronzi, zbukurime delikate, rrethore e unaza, enë qeramike me mbishkrime të rralla, statuja të hynive të lashta ilire që flasin për një besim para Helen. Në selcën e poshtme, buzliqenit të Orit, varret janë të gdhëndura në shkëmb, me hyrje monumentale. Ato të Matit edhe të Dibrës kanë ruajtur armë të rralla që dëshmojnë për një civilizim luftarak dhe të organizuar. Në Kosovë, në rrafshin e Dukagjinit janë gjetur 10 tumë me varre që i përkasin Dardanëve, një fis që disa studiuese konsiderojnë si pararendës të shqiptarëve. Për shqiptarët sot, varrezat ilire janë më shumë se arkeologji. Ato janë dëshmi të një vazhdimësie që lidh gjakun e sotëm me baltën e shenjtë të parëve. Gjutarët, historianët dhe arkeologët shqiptarë dhe të huaj e kanë ngritur shpesh tezën se shqiptarët janë pasardhësit e drejt për drejt të ilirëve. Kjo nuk është vetëm çështje krenarie, është një thirrje për të ruajtur këtë trashëgimi, për ta studiuar, për ta nderuar. Çfarë janë varrezat ilire? Varrezat ilire janë vend varrime të lashta që i përkasin popullsisë ilire, përfshirë fiset që jetuan në trojet e sotme shqiptare, në Kosovë, Maltëzi, Maqedoni e veri të Greqisë. Ato përfshin tumet, tumuluset, kodra artificiale toke që mbulonin varre, si dhe varre në sheshe ose shpella. Tipare karakteristike: tuma, kodrina varri, shumë prej tyre janë të rrethuara me gur, brenda të cilave ndodhen një ose më shumë varre. Tumat janë të epokës së bronzit, hekurit dhe antikitetit të vonë, shpesh të përdorura për breza të tërë. Objektet varrosura, armë, shpata maja heshtash, thika, zakonisht për burra luftëtar, stoli, rrethore, vath, unaza, për femrat, shpesh prej bronzi, argjendi apo ari. Enbalte, amfora, kupëza, për rituale ose ushqim për botën tjetër. Pozicioni të vdekurve, shpesh të shtrirë në krah ose shpinë, në disa raste në pozitë ngjashme me fetus, simboli i rilindjes. Disa nga vendet më të rëndësishme me varreza ilire, selca e poshtme, Pogradec, Shqipëri, monument i rrallë me varre të gdhëndura në shkëmb dhe sargofag monumental, i përket fisit Desaret. UNESCO e ka shpallur si vend me vlerë të jashtëzakonshme. Mate dhe Dibër, mbi 100 tuma të zbuluara, mjaft prej tyre të lidhura me fisin e Pirustëve. Kukës Tropoj, Has. Tumet e epokës e hekurit me shumë armë dhe zbukurime ilire. Pej, Deçan, Gjakov, Kosovë. Zbulojnë praninë e fuqishme të fiseve Dardan. Janë gjetur shumë fibula, klipsa dhe figura të hynive lokale. Pse janë të rëndësishme për shqiptarët? Ato dëshmojnë vazhdimsinë e popullsisë autoktone në këto troje. Elementet e kulturës së varrimit gjejnë vazhdimsi deri në zakone moderne në disa zona rurale shqiptare. Përdoren si provë arkeologjike dhe identitare në debatin për autoktoninë dhe origjinën e shqiptarëve si pasardhës të ilirëve.